Aksi rrugor qaftësor theth vijon të jetë i pakalueshëm edhe këtë fillim jave, kryesisht në segmentin pranë tuneleve panoramike, ku rreziku nga ortekët mbetet i lartë. Burime zyrtare bëjnë me dije se po kryen punime paraprake për pastrimin e zonës deri në afërsitë të masave të dëborës, ndërsa ekspertët e autoritetit rrugor janë nisur drejt terrenit për të vlerësuar situatën dhe kushtet e sigurisë për një ndërhyrje të mundshme. Një ditë më parë, autoritetet vendore dhe strukturat e emergjencave civile njoftuan se për arsye sigurie, qarkullimi në këtë aks do të mbetet i pezulluar deri në një njoftim të dytë. Aktualisht, edhe mjetet borpastruese e kanë të pamundur ndërhyrjen për shkak të rrezikut të ortekëve të tjerë dhe të kushteve të vështira atmosferike. Segmenti pranë tuneleve panoramike konsiderohet një nga pikat më problematike gjatë sezonit dimëror për shkak të ekspozimit të lartë ndaj rreshtive të dëndura dhe lëvizjes së masave të dëborës. Institucionet bëjnë thirrje drejtuesve të mjeteve që të shmangin plotësisht këtë aks dhe të ndjekin itineraret alternative, ndërsa qytetarët dhe vizitorët këshillohen të informohen vetëm përmes informacioneve zyrtare lidhur me çdo zhvillim apo vendim për rihapjen e rrugës.